Hold on. Ndoj qaj. Ore, kam... Mos mëra shumë. Më dagu jam shumë keq. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare. Kjo është puntata e 4 e podcastit më të ri në qytet, show më të ri në qytet, I cili shfaqet kudo në rrjetet sociale dhe në YouTube. Mos harroni na bëni follow kudo, sepse deri tani jemi shumë të kënaqur me faktin që na keni ndjekur, na keni pëlqyer, sigurisht ka nga ata që komentojnë keq, por I mirëpresim të gjithë. Flak Fare në YouTube, Flak Fare në Instagram, Flak Fare në Facebook, Flak Fare në TikTok. Ky është emri dhe dihet se ku mund të na gjeni. Prandaj ju ftojmë që ta bëni follow për mos humbur asgjë nga kontenti I lezetshëm që prodhojmë, modestia ime. Ne kemi pas deri më sot, u dëgjova edhe një qeshur që kuptoni që kemi një gocë sot në studio, por nuk do ta zbuloj edhe pse është zbuluar tek titulli. Dhe deri më sot kemi pasur të ftuar meshkuj ose burra, të cilët kanë qenë 40-at, por ndryshe nga ata që janë figurat konfirmuara secili në karrierën e tij përkatëse, sot kemi një gocë e cila është shumë më e re se ata, por e cila ka arritur që të krijojë një zhurmë shumë të madhe në rrjetet sociale. Ajo ka deri në këto momente që flasim ne 7.5 milion like në rrjetin e saj TikTok dhe jam I sigurt që ka edhe like të tjerë në profile të tjera. Dhe është një person I cili jam shumë kurioz ta njoh më shumë dhe kam vërtet dëshirë që të zbulojmë një aspekt tjetër nga ajo që ka servir në rrjetet e saj sociale. Zonja dhe zotëri nuk zgjatem më. Është një gocë që tashmë e njihni Rene Refo, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Unë nuk e kuptoj si nuk të merret goja kur e thua gjithë të speech, si të del kaq natyrë. Kur flet anglisht sepse speech jo të gjithë e kuptojnë. Okej, gjithë të fjalim, na falni. Mund ta bëni me ndaj përkthim shumë nga. Se ju na merrni në qafën edhe njerëzit, ju njerëzit e mediave, po që përdorni gjysma termat anglisht dhe gjysma shqip. Ju duhet jeni shembulli. Ke dëgjuar njerëzit I thonë që këta njerëzit duhet jenë shembulli se si flitet gjuha shqipe. Jo, nuk jam shembulli I askujt. Se duhet jem shembull. Po je person me influencë pra. Po me influencë, po di unë ku e kam influencën, nuk e kam për te folur. Po pra, si e mësuese. Jo. Si e në arsim. Jo. Kërë mediat nuk kanë rol të edukojnë në mënyrë të folurit. Ose të pak në social mediat. Megjithatë, unë të falenderoj vërtet shumë që pranove ftesën time. Jam shumë kurioz dhe kam shumë dëshirë të njoh dhe besoj dhe të shfaqim një aspekt tjetër të jetës tënde dhe të tipit që ke, si njerit, karakterit tënd. Por dua që të shpjegoj pak formatin edhe ti e di pak a shumë si funksionon formati, se është një format që mos na shani nëpër rrjetet më sociale, është formati I huazuar në një lloj forme nga një format botror, kështu që nga salca më pak djegse tek salca më shumë djegse, vazhdojmë challenge-in ndërkohë që mundohemi të zhvillojmë një bisedë normale. Okej, në rregull. A thua para se të prek tek gjërat që dua të diskutoj të nisim me salcën e parë? Çfarë duash? Bëj çfarë duash, është podcasti jot. Normal në limitet njerëzore, Jep 200.000 lekë. Bëj çfarë duash. Nuk thash kërko, thash bëj. Okej. Tash I hase Të bëj një faturë 200 lekë. Nisim me salcën e parë bujrum, që është dhe më e lehtë. Kur del ajo grafiku që shkruan 800 ose kështu, është nota ose grada Scoville, është po mund ta lyesh. Kishi si e pret. Duket një zonjë, pra nuk e ka pulën kështu si unë, po e heq pulën. Se ti ke treguar si hat banane. Po me kap ta shikoj mirë ti. Po le më banan, shiku kapet ky. E ke treguar në videot? Po mirë më burra, të gjithë të shikosh ti. Jo, po të gjitha I pash pak a shumë. I pe të gjitha. Shumicën. Mashtrus. Gënjej pak. Ideja është që ajo Scoville, kurse po thoja, është njësia matse e nivelit djegjes. Pra nisim me të parën e cila është 800 dhe pastaj shkojmë deri në mijëra grad Scoville. 800 çam. Scoville që. Okej, një fjalë re. E leve ti? Aha. O mund ta marrësh fjalën? Jo thash. Mos sfido. Bëja. Si duket? Jo, kjo s'që nga. Kjo është mirë. Kjo është mirë. Është okej, është normale. E përballueshme. Po. Mund t'ja them unë këtyre që edhe këto pula është djegse që ta din këta që s'ka balancim fare.
Në këtë nuk ka fare kursim. Kjo është receta magjike e KFC-s që i bën pak djegse dhe njerëzit i pëlqejnë. Megjithatë, më thuaj pak, ti ke filluar u bën një muaj që ke filluar të bësh një podcast. Për çfarë bëhet fjalë, çfarë trajton aty? Tani unë trajtoj tema të ndryshme, normalisht edhe në bazë të kë kam përballë se ti edhe do përshtatesh pak në bazë temave, se nëse kam një 22 vjeçare do flas disa gjëra të tjera duke marrë parasysh edhe kapacitetin se ku shkon ajo, nëse kam një 40 vjeçar do flas për disa tema të tjera. Po ideja gjithë gjës është që të bëhet një bisedë, do me thënë të ftoj ty unë si Rudi dhe them kjo që unë dua transmetoj tani është sikur ju ta ndjeni që e keni Rudin në kafe. Më kupton, është shumë chill, shumë, do me thënë jo impostuar, jo çfarë duhet thuhet apo si duhet thuhet. Si duhet jetë podcasti? Po, edhe do me thënë me çka kam vënë re, pa dashur të fyje njëri, po podcastet tu janë bërë edhe në mënyrë shumë intervistë, do me thënë akoma nuk po din t'i ndajnë këto të dyja bashkë, se për shembull unë podcastin tënd kam parë, do me thënë disa pjesë, nuk është se jam, edhe nuk e them këtë, do me thënë se është super podcast, thjesht unë nuk është se i shoh shumë këto shqiptarët. Intervista jon mbaron këtu, faleminderit shumë. Ja, mo, hati. Po çfarë është kjo tash se kam? Si bosi i ndinjuar kot, bën kot. Nëse vazhdo. Edhe ideja është që ti mund edhe thjesht të hapësh një temë dhe ne ta diskutojmë së bashku, nuk është të thënë që të më bësh edhe të fillosh ti me ato tua që më vë mua këtu, pastaj edhe jam unë kështu, aha. Okej. Po jo as pak. I have to keep up. No, don't worry about jo, that. Se kështu çfarë që po bëni muhabet? Je goxha stimulus për trurin me ato që thua, do me thënë duhet kesh përqendrim që të arrish të kuptosh. Ne bëm një bisedë në fakt para se të hynim për të kuptuar pak më shumë edhe se ishte hera e parë që e njoh Renen nga afër që e shoh. Dhe munduam të zhvillonim një bisedë më shumë për jetën. Dhe besoj se ka të drejtë që podcastet duhet fokusohen më shumë tek mendimet e atij që vjen i ftuar, sesa tek në vetvete tek jeta e tij. Por ç'a ti bësh në Shqipëria, kërkon që njerëzit të dinë më shumë thashë theme për jetën personale. Kështu që unë nuk do ta mbaj si shumica e podcasteve shqiptare, pra që të jetë një intervistë, por do pyes vërtet mendimet e tua mbi jetën. Ke dashur? Nuk ti përgjigjem se nuk. Amo përgjigju po, nuk më interesonte. Nuk, jo. Se s'më intereson fare ta di a ke dashur, po a ke? Jo, nuk kam. Okej, shumë mirë. Pse? Po, nuk e di, unë mendoj që teoria ime është që një ditë të bukur standardet e mia shkuan në stratosferë për vlerë njerëzore, jo për sipërfaqet një personi. Edhe është shumë e vështirë të gjesh Prit, se do ham salsën e dytë, mistrece. Keme orar këto salsat? Po, i kam me orar, çdo 39 sekonda. Okej, prit. Po prit mos haj shpejt duro. Amo çaj pret ashtu me dorë. Po prit më se nuk e ka fshoj dot ashtu duro, se kam mos kuq, se tisha pa make-up. I ke protezë më? Po. I ke vënë, a? Aha. Qa marke? Nike? Abibas. Abibas. Po më thoje, kriteret e tua për njeriun që edhe kjo është pastaj temë interesante. Djeg? Jo, Dagu, po ju talleni me këto salsat. Apo u bë agresive. Është si ma kthen kur i bëj një batut, është akmarrse, pra mëse po kuptoj nuk ta kursen. Nuk jam, e ke shumë Ti vonon po nuk harron nga këto. Apo harron dhe nuk vonon. Okej. Po thoje që kriteret e tua për sa i përket të dashurit tënd janë shumë të larta. Mund të më thuash pse konsiderohen të larta, çfarë pretendohet të ketë dashur jo që konsiderohen tek këto janë shumë bazike. Po konsiderohen të larta se njerëzit nuk po dinë më çfarë është vlerë njerëzore, kupton? Okej, pa më thuaj cilat janë? Ambicie, konfidencë, burrëri në aspektin që të fjalës, provider, po jo në, do me thënë, si mund ta shqiptoj. Njëri që sjell në shtëpi. Që sjell, po jo në aspektin monetar, do me thënë. Dhurata. Jo, more, jo. E merr në tret natës, nuk jam mirë, kam nevojë vjen, e kupton, nuk është shumë, po prit se po kthehem nga ana tjetër, e kupton? E qartë. Ti jetë për ty, ha? Po këto janë gjëra që unë, po këto janë gjëra, domethënë që edhe unë si Renea kur i bëj për shoqërinë time, domethënë të gjitha ato që thash, ose për mamin, pres që ti bëjnë dhe ata për ty. Një mashkull të jetë të paktën 2 fish me këto vlera, më kupton se ka edhe rolin që supozohet të jetë më dominant se unë. Më dominant. Paktën unë këtë do kisha qef
të ishte e tillë. E duhet të jetë më dominant figura maskullore. Po ndërkohë, mendoj që duhet të shfaqi ato vlera që unë të ndihem rehat për të mos qenë dominante, sepse nëse do doja të isha dominante, mendoj që nuk do shkonit. Nuk do nuk është se do he would top it, nuk është se do ishim kokë më kokë, e kupton? Pra, do me thënë ti thua që nëse të ndizet ty dominanca, maksimumi që mund të keni është barazimi. Po ç'e dua. Po ç'e do pra kur? Po, varilisht, e kupton? Qotëm! Nga të vinë. U trëm. Pra, e vërtetoj, se pranon. E pranoj që këtu duket pra shembulli konkret që ke qef Hapi video të shikojmë. Afroje zoomin të fytyra. Do ta kontrollojmë. Ndërkohë që e kam vënë re që brezi i gocave që mund të diskutoj, që mund të rasisi në jetë të diskutoj, e duan që të jetë një figurë maskullore, pra të ketë atë potencën e mashkullit e tjera që përshkrove. Po nga ana tjetër duan dhe të butë, dhe romantik, dhe të gjendshëm, dhe fragile, dhe që nuk e do këtë. Romanticizmin s'është jam shumë. Okej, ti që ke e qartë pra e bie. E di pse po e them, sepse modeli i gocës moderne e do të gjitha këto, plus do dhe të gjitha tjerat që e bëjnë feminil si mashkull. Jo, nuk Paraja është e rëndësishme, Rene? Se diskutuam, është ambicia. Se thuaj që kemi diskutuar më parë se më prish emision. Po jo më nuk prishet emisioni, jo. Po është ambicia për të pasur para, më shumë se sa paraja në vetvete. Thua është më mirë që ti bëni bashkë parat, pra të jetë një njerëz që mund ta ndërtoni bashkë pasurinë ose është më mirë beson apo jo? Varet. Jo detyrimisht. Relativizon çdo gjë, nuk thot po jo, varet çdo gjë. Po mirë më shumë më vjen. E lësi muhabet. Vemi tek egzotikja. Je çik egzotike si natyrë? Ja. Në çfarë kuptimi? Në kuptim kaliente. Jo? Burri martuar kaliente. Çfarë bëri hile? E bëj pak apo shumë? Po ç'e egzotike je ti lye salsën kaliente ti lyj salsën të lutem. O daku po unë i bit marr të këtë. Ha. Shishep me shi. Se nuk të ha salca. Ha, mjafton. Mjafton. Nuk është spicy. Nuk është, a? Ja. Mos je shumë kaliente ti. Po e përballon shumë mirë. Të komplimentoj për këtë. Le ta bëjmë pak më serioze, se unë e di që ne mund të japim konotacion konotacion edhe fanigjes, po dua të pyes. Në imazhin që ke ndërtuar kundrejt njerëzve që të ndjekin, je një natyrë që me sa kuptoj unë, je një natyrë do të shfaqesh, se nuk e di sa je, dhe ma thuaj ti këtë gjë, që je mos kokçarse, që je natyrë që flet me një zhargon, po themi, ose me një gjuhë më të rëndë se që është zakonisht jemi mësuar. Pse e bën këtë gjë? Është vërtet pjesë e jotja, është një lloj revolte që do të bësh, është një mos kokçarje, është një pse e bën këtë gjë? Apo thjesht kështu je? Shiko, kështu jam të marrësh domethënë TikTokun tim të thuash kështu është kjo goca, mendoj që është shumë sipërfaqësore sepse unë aty shpreh vetëm një anë të vetes time. Revolt nuk është, a ka egzagjerime? Ka, normalisht, sepse ti në një farë lloj mënyre po bën një show, je në një show, e kupton? Edhe ti këtu je, domethënë pavarësisht se ne jemi real dhe po themi ato që mendojmë, po ke tjetër posturë se sipas vendit ti edhe do përshtatesh pak me ato që po bën. Po ajo është pjesa ime më ajo pjesë që unë kam krijuar në TikTok është çfarë unë kam kaluar në adoleshencë, ka qenë revolta ime, që më pas u bë si një damar i imi, ama është një pjesë shumë e vogël dhe ndoshta pjesa më e keqe do thoja e ime. E qartë. Bën sens? Bën shumë sens. Pra, është një rol i joti, ndër shumë role që mund të kesh. Dhe nuk po them rol duke aktruar, thjesht kemi rolin e një njeriu që punon në një institucion, kemi rolin e familjarit, kemi rolin e shokut, kemi dhe rolin e personazhit që ke krijuar. Po, ama nuk është se është, domethënë është i egzageruar, po nuk është se është nuk jam unë, më kupton, domethënë është një dimension joti. Po, është një dimension i im. Para se të shkojmë te dimensionet e tjera të tua, duhet të shkojmë tek fitili, që supozohet se duhet të jetë çik më djegës. Ma priçik me delikatesë, po hamo merr një tjetër se KFC-ja ka mbush. Po pse okay, se na ka mësuar shtëpisë. Po më vonë do t'i ham ato çka. Atë kur të vjen, kur isha e vogël vinte gjyshim, në lija 2 lug aty, do t'i hash, nuk ka shans. Po. Ti nga je me origjinë, Rene? Mamin e kam nga Tepelena. Vet. S'ka gjë. Nuk e di fare.
një mix, nuk e di nga të them. Kur më pyesin nga jam, jam një gjë, nuk e di. Po, nga pa lyer. Po babi? Kush ishte Apo kjo? s'do ta thuash? Babi italian. Nga? Është çik histori e komplikuar. Po thuaj thjesht në. Po, tani gjyshi dhe gjyshja ime kanë qenë gjyshi ka qenë kolonist në Etiopi. Edhe ka shkuar bashkë me gjyshen, janë të dy italian, kështu që babi im ka lindur në Etiopi. Po, domethënë prindrit i ka të dy italian. Okej. Etiopi për gjithë ju që se dini, është në Azi. Po. Në Afrikë. Bëj shaka se filloni na bëni meme. Se unë harrova ta lyej. Jep, jo, shi. Është okej, shi sa pak lyen, shkon. Ko ky? A ke sedër? A ke sedër si njeri? Ku shkon për podcast? A ke sedër? Shokët tuaj. Jam shumë mirë. Shoqjet tuaj janë martuar. Jam shumë mirë. Seriozisht e ke? Ky kameraman jo po bën kokën, kështu që me dhe me ke shumë mirë, po se di akoma çapo të pret ato sajt. Pra dhe fitili s'ishte asgjë për ty. Po. Cili është dimensioni që do doje të njihnin? Një dimension joti që nuk e ke shfaq dhe do doje që ta shfaqet e njerëzit, ose cili është dimension që vërtet e vlerëson tek vetja jote dhe mbas edhe nuk e shfaq kur. Kjo pyetja e dytë më kështu se nëse do doja ta shfaqja një dimension timin, do e kisha shfaqur, po një gjë që unë vlerësoj shumë te vetja, besnikëria, empatia, mënyra se si jap dashuri për njerëzit që dua, domethënë. Si e jep? E jep me të gjithë forcën tënde, pra ai njeri që jep shtërsisht tek njerëzit që do. Unë jepem, jo, nuk është ajo përgjigja. Po unë e bëj, shikon, në fillim të një marrëdhënie shoh një herë sa mund të bëj ky person, domethënë ku i ka interes, ata ka interes. Nëse ka interes, atëherë dhe unë jam e rezervuar, më kupton? Ndoshta mua mund të pëlqej shumë shoqëria, po nëse ky ka gjëra që ka interes, edhe unë nuk jepem me tëra sepse ti nuk më do mua në një mënyrë pa asnjë filter. Po ama në momentin që unë shikoj që ti po rri me mua se thjesht më do dhe të shijon shoqëria ime, aty jepem. Mendon se ka shoqëri mashkull femër? Vetëm nëse ka filtra të caktuar, nëse ka ndodhur një ngjarje e caktuar, përgjithsisht jo, nuk e mendoj. Për shembull, mendoj nëse një femër nuk është me çfarë thot shoqëria që pretendohet të jetë e bukur, se ndoshta për një person mund të jetë shumë e bukur, mendoj që mund të ketë shoqëri midis një mashkulli dhe një femre, platonike. Nëse, për shembull, një nga shokët e mi më të mirë, mua ai më njeh që kur kam qenë 13 vjeç, ai është shumë i madh. Dhe ka qenë si sa i madh? Është shumë visi quhet, nëse mund ta ashu, është respekte, po. Është 38 vjeç dhe unë kam kaluar, ky ka qenë një shok që domethënë edhe mamaja ime një etj. Kam qenë shumë safe me të, po është si ama boll. Është shumë, domethënë ka qenë një që e vogël, nuk më sheh dot me një sy tjetër, më kupton? Dhe nuk ka tentuar asnjëherë të më shohë me një sy tjetër. Pasi s'ke kuptuar se 13 vjeç ku. Po. Viso. Okej, unë personalisht nuk seriozisht, viso për zotin jam duke për shaka. Të betohem. Okej. Pra, mund të ndodhi thua. Se besoj. Megjithatë, për sa i përket Po s'ke shoqë ti? Jo. S'ke shoqë? Jo, nuk besoj në shoqërinë mashkull-femër. Jo. Besoj në shoqërinë mashkull-femër. Kur njëra nga dyja palët pretendon tek shoqëria mashkull-femër për të arritur tek ai njeriu që mbase sa rindot. Për shembull, mund të jetë një shembull, është shumë e bukur për ty, out of your league në anglisht, pra është jashtë ligës tënde, nuk e kap dot, po bën si shoku i saj. Besoj në shoqërinë mashkull-femër kur mashkulli identifikohet dhe ndihet si femër. Besoj në shoqërinë e kundërt kur femra identifikohet si mashkull. Ti çfarë quan një shoqe? Grup ose shoqëri? Unë mund të të respektoj ty si një shoqe. Po nuk mund të kem vërtet shoqëri me ty. E kuptoj. Pra nuk mund të ndaj krevatin me ty. Me një shok mund ta ndaj. Me një shoqe nuk e ndaj dot. Është e pamundur. E kuptoj. Pra nuk kaloj dot në një situatë intime. Në momentin që një marrëdhënie shoqërore kërcënohet në riskun e intimitetit, atëherë po flasim për një marrëdhënie që s'mund të jetë vërtet. Dhe sidomos meshkujt, në momentin e parë që gjejnë një krisje të vogël, tak sulmojnë. Jam shumë dakord. Çik vulnerabël, çik më laj dashuri, çik çke mua mbështetu këtu dhe kështu kemi parë shumë histori që kanë nisur nga shoqëria apo jo Ols. Edhe Olsi mendon një lloj. Shkojmë tek mëkati. Cili është mëkati jot më i madh?
Çi çfarë bën, çi çfarë bën. Tjetër, ja, Do me thënë, e kam kuptuar logjikën e Renes. Na. Ha, më çfarë? Logjika e Renes është sa më e vogël ti jetë copa e pulës e prerë, Kam aq më pak do. Bravo. Ja, cili është mëkati jote Rene? Koha jote mbaroi, vazhdojmë me shaka. Mëkat kështu si ide fetare. Po i mos i ide fetare, një gjë që ti ndjesh që duhet ta kishe bërë, mos e quaj fe, beson në Zot? Jo. Mbarojmë me intervistën mbyllet këtu. Bisha ka vazhdo. Mëkat. Mendoj që po ta marrësh një kështu vit të përgjithshme, mëkati secilit nga ne është që ka bërë një person tjetër të ndihet keq. Ti si e ke bërë një person tjetër? Kjo është mohabet tjetër pastaj. Ore mund të vjedhësh dhe supermarketin dhe nuk ndjehet askush ke gjithësh mëkat. Okej. She. Po. Ke vjedhë ndonjëherë? Kam vjedh. Kam pasur një periudhë si ja, këtë e ke. Kleptomani, ë? Jo. Pëlqente emocioni apo thjesht s'kishe lek? Ishte, jo, në fakt edhe kur kam pasur lekë kam bërë. Kam pasur një periudhë këtë. Orso le çik telefon na ndiba. Sigure ku është portofoli? Dëgjoj. Jo, fakti që e thua. Këtë se kam thënë. Kjo është e jashtëzakonshme që e thua. Po pse mo? Po sepse nuk e pranon njëri që vjedh tani. Po e kam bërë mo. Ç'a ke vjedh? Ja pra ta shpjegoj se s'po më lë, të marr frymë. Ti dhe salsat. Si jeni kështu vini paket. Kur kam qenë diku nga mosha 16 vjeç, se kam thënë asnjë publik s'ka shku me një fare. Nga mosha 16 vjeç deri nga mosha 19 vjeç, unë kisha marrë ishin disa mjete, gjante kështu si një vinç, si di si mund ta shpjegoj, si një gjë kështu. Po një lodër? Pa ka shumë, që hishte të gjitha këto të rrobave, që vjen të rrobat këto pullat, që i heqin ato kur i blend. Okej. Bravo. Po, pas ke të rroba. Dhe unë 4 vite të jetës time kam vesh free, e? Po. Unë me thënë, merja dyqanet e New Yorkut i kam marrë me radhë. Ç'a thu? I ke akoma rroba, besoj? Shikoj, unë kam një tendencë që unë fal shumë gjëra, kështu që nuk e dia, më ka ngela një nga ato që kam marrë, se thjesht unë rigjeneroj dollapin tim ndërkohën, e kupton? Kështu që ai kam shoqet, nuk e di, po s'është se i mbaj me shënim. Mëkati. Okej, s'është fakti që e pranon dhe reflekton mbi këtë gjë. Normale. Apo? Reflekton. Po. Nuk do vjedhësh. Përderisa se bëjmë. Nuk e bën më. Jo. Jo, ishte një ditë e lasha të shesin tash. Persona non grata në dyqanet e rrobave. Kam qenë minorene, nuk quhet. Ore ku e le xhupit. Shkojmë te llava. Sounds scary. No, it's not so scary. Kush ishte? Kjo këtu. Po lyje mirë, më lyje. Do të thojmë te mi aty. Doja të pyesja. Para se. Hajnje. Po djek. Jam mirë. Çfarë ke? As kjo së djek? Jo, po që kam shumë... Cilat cilit? Shiko, nuk e di. Po dajt vetë. Mos më thuaj fare që mos po shtrohem. Aktro. Bravo që. Një pyetje kam. Ke ndërtuar një imazh publik, i cili një lloj forme e tham edhe në fillim të emisionit, ajo goca mos kokçarëse, përdor fjalë edhe të pista për standardin e çfarë konsiderohet shqiptar, flet muhabete që do t'i flisë kushdo. A mendon se ky imazh publik që do krijosh sot do mund të kërcënojë në të ardhmen, çfarë hedh në internet, ngelet në internet, kjo dihet. Mbase 30 vjeç ose 35 vjeç mund të kesh një mendsi tjetër, mund të kesh të tjera standarde që konsideron normë dhe morale të tjera me radhë. A mendon se do të kërcënojë, ke menduar ndonjëherë që mund të kërcënojë kjo që bën sot? Dhe e dyta, pse po e bën? Atëherë, po e bëj sepse unë dua të krijoj një biznes nga kjo gjë. Me thëmë, po krijoj një karrierë nga kjo gjë. Kjo është arsyeja. Kurse, a mendoj unë se do më kërcënoj 35 vjeç, mendoj që nëse një 35 vjeçar gjykon në këtë rast veten time, një 22 vjeçar, atëherë nuk është okay me veten e tij. Sepse unë mendoj që njeriu rritet, fillon bën muhabete të tjera, qase ndryshe,
ka të tjera prioritete. Dhe njerëzit mendoj që duhet jenë shumë të aftë, paktën unë e kuptoj, këtë nuk më intereson shumë, ne kuptoj njerëzit apo jo, që do rritem, do ndryshoj, do kem gjëra tjera për të bërë dhe kjo ka qenë thjesht një periudhë e jetës time, të cilën unë kam vendosur ta ekspozoj në një aspekt negativ, se nuk po dalë të flas për libra, më kupton? Se s'do kisha as klikime jo për gjë. Dhe nuk më shqetëson kjo gjë, sepse unë e kuptoj që ka qenë thjesht një rol, e kupton? Në vetë unë e di, e njoh veten si person, nuk ka pse të më cënoj. Jo, ti e njeh veten. Po për shembull ti vendose një, edhe këtu do ta komentojmë pasi të shkojmë tek furra. Kush është furra? Ajo është ajo. E mamën çka ke lyt fundit, ë? Po. Su bë shumë kohë. Mos ta mbaj mend. Ti e pesa e lyva. Okej. Kjo ishte çike. Kjo ishte çik si shumë. Ama mos bë kot tash. Jo. Po më thoje. Hold on. What do you mean hold on? Desh që kemi ardhur për të folur, kemi ardhur. Kemi ardhur, të lutem, Ndoj qaj. Renesës kemi ardhur. Shiko, nëse të bie emocional, është efekti im, por ti çik pi. Po përpiqem, ti je mirë? Po shumë mirë. Je mirë, ë? Po. Je mësuar. Njeriu ças mësohet. Po. Po nga kaloj kështu, se ishte me etapa deri tani, po e ndjeja vazhdimsinë, ishte një bum. Po tani, Nuk po ikën. çka ke ndjesh, të djeg shumë? Më djegë llapa. Të diqte s'qetlla. Vëm kujdes, mos prekësh syt, mos bësh një gjë me duar se mund të ketë. Jo, po. Jo, vazhdo fol ti se Jo, s'u shumë mund të flas. flas. Ideja është që ti the që patjetër që njerëzit nuk mund të gjykojnë për faktin se kur kam qenë 22 vjeç do jem në 35 vjeç. A ke bërë një plan se si ku do të jesh dhe çfarë do të jesh në 30 vjeç për shembull? Si e imagjinon veten tënde? 30. Po. E mori veten sa i bëra pyetje. Jo, akoma kish jam. Se sa edhe kur flas që futet ajri, sikur përcëllon më shumë. Fol pa me një frymë dhe jepi. Ore, kam. Mos mora shumë. 30. Tani. Koha jote më harroi, do të thënë të lutem. Ka një gjë, sepse unë kam një vizion deri në 25. S'ke menduar? E kam më 5 vjeçar më shumë se sa 10 vjeçar. Normal që kam një ide, për shembull që do kem një biznes, do kem e di që do jem shumë e sigurt financiarisht nga vetja, jo nga dikush tjetër, nuk do jem e varur. Mendoj që deri atëherë do kem gjetur një mashkull shumë të aftë në krah, që do e kuptoj botën time. Pra kërkon e ke një lloj kushti ose një lloj objektivi, le të themi deri në moshën 25 vjeçare që të kesh njëri në krah? Kusht jo, objektiv, objektiv, po. Kjo, okej, deri 30 kemi shkuar, 25. 25. Mrekull, afër është, 25 jam këtu, do jem këtu, do kem mbaruar shkollën kur t'jem 25. Po çfarë po studion tani? Marrëdhënie me publikun. Ke qef të punosh në këtë fushë? Tani gjatë kjo që po bëhet pak a shumë punim në këtë fushë është po ta marrësh, vetëm po të marrësh pastaj statuset fikse që ti ke kur mbaron shkollën. Se kjo marrëdhënie me publikun nuk kupton TikTok-un. Në publikun nuk kupton një profesion që... E kuptoj, Tani unë kam qef që këtë podcastin që kam të quaj profesion. Okej, te podcasti ke fjalë. Normalisht që kam nevojë shumë për, pavarësisht se është shkollë që unë flas shumë rahat e tjerë, kam nevojë për një hint të profesionalizmi që shpresoj ose do vi me eksperiencë ose nga shkolla. Megjithëse unë nuk besoj shumë te kjo pjesa që te shkollimi, pavarësisht se po e bëj që kem atë diplomën, se na duhet ajo diploma. Mendoj që po si kalove vetë si eksperiencë nuk e për të mësuar kurrë. Është interesant se jetojmë në një kulturë e cila i mëshon jashtëzakonisht shumë. Jo, unë jam akoma, domethënë. Jo, qartë. Jo, po që ta dinë njerëzit që nëse po flas kështu si kërë. Po nuk do thotë që s'di të flasësh ndryshe apo. Ç'e po ha? Po ha pul. Po ha pul që di dhimja. Po kjo ishte edhe kjo ishte djegse. Po pra s'di ç'a të bëj. Piqum është. Piqum është, Mirë. Lufra. Okej. Po i le çiko, po.
Ndërkohë, duhet më thuash pak. Aha. Po të lëko, po të regojmë bujar me ty që nuk po zhvilloj bisedën aq shpejt, me thënë po të lëko. Duhet më të regosh pak përsa i përket fenomenit të hate speech-it në mos, fola dhe unë në gjuhën angleze. Të gjuhës së inatit shqip, të gjuhës së inatit të cila shprehet në rrjetet sociale. Sigurisht ti të bëj edhe gjë më të mirë ne e përmendëm në rrjetet sociale dhe kur, domethënë, llogarit e ka video të një fëmie, e kam parë me sytë e mi, i cili tregonte historinë se si kaloi leuqemin dhe kishte njerëz që i bënin dislike. Pra i bënin të kundërtën e like-ut në YouTube, që do thotë mendja njerëzore nuk kënaqet kurrë me asgjë. A të ndikon negativisht komentet dhe cilat mund të jenë më negative dhe cili ka qenë komenti ose një veprim që vërtet ka vënë siklet ose vërtet ka bërë të ndihesh keq? Unë do ta realisht nuk është se kam pasur komente që mua më kanë bërë të ndihem keq, po do ta krahasoj këtë që the për këtë çunin me leuqemi, kur ka qenë mami në Big Brother, ka thënë që unë kam pasur një fazë depresive kur kam qenë këtu në Shqipëri edhe isha 12 vjeç edhe po bëja këto shenjat, po prisja krahun, jo damarët. Tani, për qartësi, kjo u bë trend në shkollën time, në paralelin tim. Dhe nuk është ndonjë gjë, domethënë kur e flas me shoqërinë me ata që kanë pas shkollë, ishte thjesht, okay, I need some attention, e ke parasysh? Po nuk ishte realisht që okay, unë dua të vras veten. Tani pavarësisht kësaj, mami nuk është se e shpjegoja gjatë, kjo është një gjë që unë po e them. Po kur ndodhi kjo që mami më shpreu këtë gjë, unë kisha në komente në TikTok, hami ti i preve damarët ti apo akoma? E kupton, domethënë, kjo është çmenduri që nuk është normale, që një person tjetë se mënyra se si transmetohet në publik është që kjo goca ka dashur të bëj vetvrasje, kupton? Dhe ti ta nxisësh këtë personin që nuk e njeh fare, që hëmi ti... Edhe pse ndodhi kjo ishte nga bullizmi dhe prap atë po bën, më kupton? Je ndjerë e bullizuar një jetë? Kam qenë e bullizuar me vogël. Çfarë të bullizoni? Tani, ata mua nuk e di, po unë ti të them pse mendoj unë që unë u bëra pik për të bullizuar, ishte sepse kam qenë shumë e çitër, shumë e ëmbël, isha rritur, pavarësisht se mami më shqiptare, mua më ka rritur me një mentalitet sikur të jem rritur jashtë. Më mbaj mend më çoi mami psikologin në atë periudhë dhe domethënë pas kisha bërë disa seanca, psikologja i tha mamit tim që më fal. S'bëhet. Jo, po, s'ka shpëtim. Thuj të hap një TikTok saj që të heqi mendin. Psikologja i tha mamit tim që më fal, ti po shihente që goca jote nuk është me mentalitet shqiptar, po jam, po për çfarë po jetoni këtu, më kupton? Aty ka qenë vendimi mamit tim që tha, okay, ne do ikim në Amerikë tani. Vërtet? Po. Okej. Nuk ishte thjesht, po ti pse s'kishe mentalitet shqiptar? Apo thuaj sa viteni? Shiko, mami im... të ka rrit mami me mentalitet më... Ka të bëj fakti që është artiste dhe do s'do ti ke tjetër bot kuptim për jetën. Edhe fakti që ti ke marrë një burr të huaj dhe ke jetuar jashtë vetëm me atë e pa rrethuar nga shqiptar, ti merr tjetër frym, më kupton? Se këta ikin jashtë por rinë me shqiptar dhe janë e qartë. E kuptoj shumë mirë. Dinamiti. Unë me zimora vetën. A fillon rrita tolerancë? Jo, është, po, ajo është. Këtë ke për ta ndjerë më e mund ke për ta ndjerë më pak. E hungry. Sa? Nuk e ndjeve? E njeva! A, seriosisht? A më lyje. Për zotin mos bëj me hile, kam bërë të gjithë e kanë lyj. Po nuk bëra me hile, bëra me hile. Lyje. Po ku ta lyej mama? Lyje, fute. Të lutem, respektoj emisionin. Po, mjafton. Okej, ha. Profsh. Hajt, këtë lënë huratën. Po pse është kjo më e fortë se kjo? Nuk të dogji? Nuk dogji më shumë ajo tjetra. Seriozisht e kam, mua po ndje kjo. This. Se ti na e bëre këtë, mesela. Pastaj thot pse më thot tjetri pri damar. Çat mbjellësh do korrësh.
Po, Ishim- ha. Më lek lutem të bëj një E më intervistë. mirë se tash bëj një comeback, po vajlesh. Ha. Hajde bëj. Niku tash se si ishte as interesant, mirë bëj Si? që më ndërpretat, po. Okej, sa herë duash më thuaj. Po. Çfarë mendimi ka mami jot për këto Ha. videot, komentet gjëra? E gjykon, e kritikon, thot o vajz, kujdes se, Mami nuk e shihet fare. Mundësisht që kam intervista as nuk i sheh fare. As nuk i flas buta hiç. E përshëndesim. Mami im thjesht, do me thënë që e vogël më ka thënë, mua po më dëptojnë sytë, Uli abdjek për vete, nuk e di Jam pse më shumë dojnë keq. ta. Qa ndodhi sot me mua, kampionin e djekseve që nuk e di. Si duket, u bëra dhe unë më vulnerabel në prezencën e një goce. po, po. Po pse bëhesh emocionale sa e flet për mami? Po, ajo është. Pra mami thua është e distancuar tërësisht. Jo, më nuk është se është e distancuar. Thjesht mami im që kur S'më kam flet qenë me e gojë. vogël, po, më thot i ka ma se më lodhe. Që kur kam qenë e vogël më ka thënë, shko në shkollë, mos pi drogë, dhe mos bëj gjëra që do kenë efekt deri në vazhdimsi të jetës kështu pafund. Ke pirë një drogë? Kam pirë. Qa drogë? Kam pirë disa. Kam provuar disa llojra. Kërpulla? Kam provuar. Qa efekti? Shumë i këndshëm. Si për shembull? Mendoj që kërpullën, se kërpulla është i drogë që të bëhet prescribe nga psikologët. Ta jep psikologu. Po, Po kur t'jep ti je në ato një fazë shumë të depresive. gjellës. Nuk e di. Unë Ti japin se kam marrë atë të kërpullë, psikologut, po Nga ato që skuqe, nuk është se... në kërpullën historikisht, me thënë, mund ta kem bërë një 5 herë dhe ka qenë, Si e ke bërë 5 herë kërpullën? po e kam provuar 5 herë dhe ka qenë në faza kur unë kam qenë shumë e humbur me jetën time. Mos bëni siç bën kjo. Jo, jo, se Nuk e në Shqipëri këshillon. si kanë as të mira, kam përshtypjen. Je provuar ti kërpull puke ta bësh me gjalp atë si Po, bën. vtisha. O dagu jam shumë keq. Në qa kuptimi? Jam shumë keq shumë nga Se mund brenda. ndihmon. Nuk e di. Nga jashtë mirë dukesh. Po, Shënësita. s'po lotoj kështu, a? Pra po thoj që ke pirë kërpudha, ke pirë besoj marihuan, Kam ngrënë kërpulla, hashash, pini hashash e bëni sherrë ju. Kam pirë, në fakt hashashit të qetëson, nuk është se të bën për E sheh. po, thuaja grave shqiptare këtë, që thonë pin hashash e zihen në për. Po, jo, Stereotip. gra shqiptare. E ke dëgjuar? Orës për zotin, e ke dëgjuar nëse. Pin hashash, thot mama e për shembull, bëhet në një sherr kudo që Po, dëgjon, pin pa hashash. leh ç'a bëjnë, pino një hashash ata Po, edhe. po. Njerëzit që pinë hashash, vetëm sherr nuk bëjnë. Probabiliteti është të kenë pirë një gjë tjetër që mund ta kesh provuar ti, ke provuar? Edhe kështu, ato. E kam provuar. Ja ke provuar, po nuk është një shembull për të ndjerë. Je bërë pishman? Pishman jo, po mua s'pëlqen ajo fare, me thënë drejtën. Është i drogë që nuk e kam kuptuar kur pse njerëzit e kanë kaq shumë qef. Po tani për shembull, a këto i thua që se e di që mami s'ke për të parë intervistën? Jo, me mami i di gjitha ta Ja ke thënë gjitha këto? Po. Mami është shumë Kush është gjëja që e bën më shumë pishman në jetë? Pasi të Që shkojmë kam tek bërë? tek tërbimi. Po, nuk jam gati. Merr vendimin, çou tani, Okej, kam ec një për pyetje. Mund të vdesun nga kjo gjëja? Po sigurisht që mund të Ose vdesësh. të mbiet fikët, ose të ndodhi diçka kështu e tmerrshme. Shife, pse digjem unë? Sepse abuzoj, bëhem kështu. Mund të ndodhi diçka keqe nga kjo? Aha. Jo. I sigurt. Mua, të paktën është sigurisht s'ka për ndodha asgjë e keqe, biles nëse të bien fikët do jetë super për klikimet e mia. Ma e kam lejen ta bëj unë share të paktën. Këtë Po bësher. ma bësh një mirë, okay, po mbran të fikët. Më bëj një kështu dhe mua një shout out për kanalin tim. Ti jemi të paktën Po të ranë fikët, Ferme. unë do ta shes sikur ti ke për damarët dhe më në fund ke bërë gjën që ishe jo destinuar. shumë i tmerrshëm. Po ti ke pirë drogë? Jo, po e para njërës është intervista jote është i mirë. Mashtros. Të qa jam unë? Rospje. Po. Wow, që po ndodhë? Wow. Besha kam. Wow. Të lutem, ta premtoj kjo është më pak djekse. Po të dojë që kjo më shumë se tjerat, Kam vit pula në mjekër. që vëzik? Po. Kjo është apo kjo? Ku jemë këtu? Super, po mbarojmë. Pa, s'kam atë tjetërën se harrova Shumë jashtë dhe u keq. prish. S'kam salsën e gjyshes që i kanë përvu të gjithë, se të them unë. Ha, Ama qasë në verifikoje, gjyshe kemi atë të verifikoje. njëri që bëri ti, pesa lyva unë? O da, ku po ti e Po le, mo, da. Sa i gjatë ishe të sas? 1,75. Sa i lesh 1,75. Sa jeti? 1,68. Sa kile? Kile?
70. 66. 66. Unë marrë keqen. Ke qenë një 70? Cila është gjëra që të pëlqen më pak te trupi jot? Te trupi im, do doja të kisha shalë Trupi. më të tonifikuara. E kam tendencën Je që edhe po të bëj shumë palesër nuk më duken kurrë ato muskujt kështu. Aha. E ke parasysh? je mishtore. Rrofsh se na e kthej për një gjë pozitive. Nuk është gjë e keqe? Çfarë vlerëson më shumë mendon ti me aq sa ke pas marrëdhënien? Meshkujt, fizikun, pra aparencën apo karakterin? Shiko, unë nuk para rrim me meshkuj që shohin vetëm aparencën te unë, vetëm drejtën. E kuptoj që nëse është vetëm ai qëllimi edhe thjesht largohem. Po nuk më deshën mua në tërësi, nuk rri dot. Si me shoqëri, si me meshkuj. E qartë. Kush ka qenë i ftuar më i sikletshëm deri tani në Jacqueline, lekatari. Çfarë? Ishte shumë profesionale në mënyrën si fliste. Si gjë kjo? Jo, po bëra diçka më të chill. Ishte impostuar. Tua. Profesionale. Profesionale në një mënyrë diplomat. Çka ke të ndjek? Po. Vërtet? Po. Sa djeg se konsideron këto 2-3 të fundit nga 1-shit e 10-ta? Ti ke ngrënë Tabasco një jetë? 8.5. S'kam sa është në gjyshes. Na mbaroj jo. Na mbaroj, harruam jashtë dhe u prish dhe shtan si bëhet kështu me ingredient lokal. Dakord. Çfarë do doja diskutojnë në podcastin tim? Një gjë. Pse do të bëj vetëm pyetje? Hapet një temë. Para se shkojmë në salë se fundit. Po, hap çfarë duhesh. Po pse ma le përgjegjësinë mua, sa ndyrje? Jam i ndyrë, e di. Zero se jenë podcastin tënd pra. Si që ta dhe Olsi. Hap një temë që të pëlqen. Koha mbaroj, kjo ishte miq. Ke komplekse? Po sigurisht çdo njeri, pse ti s'ke? Më thuaj 3 nga komplekset e tua. Gjatësia, veshët, funda. Karakteriale. Më komplekson fakti që jam shumë i zgjuar, shumë besnik dhe shumë empatik. Sa i ndyrë është taku. Po pse të komplekson kjo gjë? Sepse mendoj se më kanë bërë keq në jetën time, mendoj se kam qenë viktim shpesh, po çfarë është kjo tani? Po mirë, të duket ty për shembull sikur këtë zgjuarsinë që ke ti do të na bëj në një video, ha. Dëgjoj. Wow, nuk qesh dot se më duket sikur po marr flakë. I ke bërë buzët ti? Dragua, po. I ke bërë? Po, re. Seriozisht duke natyrale. Korrekt. Se bëj shaka. O zot. Po homa thuaj. Po s'të loti ti devijon temën. Thjesht isha kurioz se mund të ketë njerëz që. Çfarë tjetër ke bërë? Thonjë. Buzët edhe e kam thënë edhe në kështu kam bërë një lift të gjoksit, një smadhin, një lift. Çfarë do të lift? Nëse këta muhabeti s'na përkasin edhe tani burrat martuar. E ngrite. Po ti ishe në hënë, ti jetoje në hënë, do kishe problem. Po, vërtet. Shumë. Kush ishte pyetja? Dhe këtë do të përgjigjemi. Se mua më duket, mund ta kem gabim. Jepi Lyly. Jemi tek Ferri. Jo. Dhe pastaj ma bëj pyetjen. Qa po bën? Pse më streson vetëm nga zhurma apo më streson? Falë se është për zakoni. Po ti pse u meke? Pse po meke ti? Qesh me budalliqet. O Danko, qa po ndodh? Qesh Danko? Mjafton! Okej. Se po bëhen agresive në të kërë. Vërtet më trëmë. Ha? Qa të Mua më duket. Ndërkohë po merr kosko, Sikur ti ke qef ti impostohesh pak te njerëzit, Ishte vërtet. ti sfidosh pak. Pse e mendon këtë gjë? E mendon gabim. Pse ma thua këtë gjë në këto momente? Po kur ta Nga e të vi kjo idea që mund t'i impostoj. Vërtet e mendon këtë gjë? Po. Po, nuk jam e sigurt se sot takova, e kupton? Thjesht ishte një gjë që më kaloi në mendje. Gëzuar. Bëft mirë. Falenderoj edhe një herë këtë cënjën e sjell. Krapullet i jashtëzakonshme. Olco, kap. Ose të lind. Po thuaj faleminderit, ose shumë fjalë e bukur. Faleminderit. E valla thot.
Më duhet se kërkove tolerancë. Po pra. Ha? E përballove. Ku ishim vazhdo se më humbet ritmin. Që të vazhdojmë, s'disha të vazhdojmë përpara. Do futesh në Big Brother? Nëse do më thoni që ditën e parë, po. S'të than. Më thanë më vones. A, të ftuan? Po. Kush të pëlqen Big? Lëherti. Pse? Duket të shumë ndur dhe sikur e përqafon dhe anën e tij të errët. E që më në kuptim... E kuptova. Kuptova, qartë. Interesante. Pëlqejnë këta lloj tipash. Po. Për shembull filmi preferuar. Joker? E kam tatuazh. Po. Vërtet e ke tatuazh këtë se di? Po, e kam më këtu. Okej. Do ta shohësh? Jo. Ja. Ma trego. Ti s'ke Jokerin, ti ke dhëmbët e Po mirë pra Jokeri është mesatarit shqiptar. Joker. Para se të hapeshin këto implantet. Okej. Çfarë do thuash për veten tënde që s'pyeta? Ose hap një temë, po ta lë këtë luks. Një gjë që doje ta thoje për veten tënde, doje ta diskutoje, dhe ky është prandaj është i veçantë podcasti. Unë do ta lyj prapë se po jetrime lyj edhe një herë. Jo. Lyj edhe një herë. Po pse do më vësh në seder kot po jetrime? Jepi. E përsa mbuza. Kot tani. Aleluja, po. E mbuza shumë. Dëgjoj, ti bën dot lëvizje këtu brenda për brenda. Po, mund dalim, dilmë, çfarë s'ka problem. Do ma ish çik të xhaketën, se mua po fillon tani kështu. Tipi nafshit. Po. Këto janë shenjat e para të menopauzës. Shpejt ka ardhur. Nuk e di po sot ndoj dhe mua kjo. Është minuti i fundit që ke kohë. Qa do? Thuaj çfarë duash. Unë mund të të pyes shumë gjëra, Rene. Po të le mundësinë që të vetë pyetesh. Nuk është punë mundësi. E ka fshur vetë? Që nuk kam prit, lutem, prit. Ishte rob zoti. Ftiq. Për u damarët. Shan këtu ti. Një tek ta themi? Po thuaj një mos i vëm pit. Për sa lek do ta leti këto? Për sa lek do ta lija? Po. Nëse do kisha një rrogë mujore, jo për një shifër. Rrogë mujore, sa në muaj? Që t'ishte kështu deri në pafundësi tjetësime. Qa ke që? Po, lëviz. Që t'ishte kështu deri në E mo deri 25 vjeç sa të blesh shtëpinë tani, qa pafundësi jetës tënde, qa të lidhun tani? Ore, në qoftë se ti më siguron mua. Po, për 30 vjetë. Ore, po 3 milion lek pas 10 vitesh si janë asgjë. Është inflacioni, po pra, mos do të shpjegoj të gjitha. Për sa e let për momentin? Për momentin se lë, Më thu një barcelet. Një barcelet? Po. Qa numër e ke këput? Po të ma thuash tja, po të them unë. Thuaj. Po barceletat vetëm banale janë, unë s'flasja shumë. Kjo është një dhuratë për ty, që vjen nga Argjendari Donaldo. Argjendaria me mirë me qarkullim, pa diskutim fare jo se është sponsorim, por realisht mund të gjeni modele super të bukura, super të veçanta, mund të gjeni modele të cilat dizajnohen sipas kërkesave tuaja dhe normalisht çmime super konkurruese. E gjeni lehtësisht përballë qendrës Top Tani ose në Instagram, TikTok e rrjetet sociale Argjendari Donaldo. Kemi një dhuratë për ty që e ka bërë pikërisht Argjendari Donaldo, është një dhuratë që është përgatitur për ty. Ndërmjet gjuhës Morse, që është ajo ka ca pika dhe ca hapësira kështu me radhë, dhe me Google Ari është krijuar kjo gjëja, që praktikisht është Rene. That's so cute. Kjo është bërzylyk apo jo? Është, të lutem vendose në dorë tani. Po pra atë do të pyesja nëse ti i lave duart? Po i lava, po. Kur i lave ti? Se ne ti si ke kur? Çdo mashkull kur shkon në tualet i lan duart. Na mbushi mendjen. Po e kam seriozisht. Tani unë i kam duart pa lar dho. Okej. U kry. Shumë faleminderit. E vendos kështu ti, edhe shkon dhe me orën, e ke dhe sport, e ke dhe kështu. Po, a ke parasysh të bësi. Është e lezetshme apo jo? Është shumë e bukur. Do ta mbash? Besoj do ta mbaj normal. Jo, do të kur dal nga këtu sa dal, po. Po besoj këtë reklamën ja bën vetë, s'ka nevojë që të. Unë kam dhuratë. Ti dhuratë ke më, po mund dhe të përmendesh diçka. Përmend diçka, a ke parasysh se një vjeçë do ta mbajun po s'te. Me 50% ulje e përfitoi. Është shumë e bukur më, është shumë e bukur. Më pëlqeu shumë. Nuk duket sikur e ndjen. Mund të aktrosh një aktore mirë? Jo. Varja.
Pra me 50% ulje ja dhuruam Renes, Rene, për te shakave. Unë të falenderoj shumë që ishe këtu. Dhe e kam seriozisht, nëse ka diçka që nuk e prekëm në këtë intervistë, je e lirë të mos të thuash se kaloj koha. Po. Vërtet falenderoj, të uroj shumë sukses në podcastin tënd dhe nëse do kesh ndonjëherë nevojë që diskutojmë në ritmin dhe në kolorin dhe në ngjyrat që ti ke qejf që të diskutosh aty dhe e di që është një vlerë e shtuar për të rinjt shqiptar që mos ta dëgjojnë atë podcast, unë nuk do vi. Unë do vi dhe vërtet shumë komplimente. Besoj se një pjesë e njerëzve pa një dimension tjetër tëndin, ë? Prap do shajnë. Jo, nuk ka rëndësi që shajnë. Sepse ne çfarëdo që të bëjmë nuk që ti s'po e kupton këtë dimensionin tim. Se unë personalisht me këtë dimension që kam, unë them halal Rene që e ke, kupton. Këto ishin miq, faleminderit sponsorat tanë KFC Lufra dhe Argjendari Donaldo që janë gjithmonë me ne. Na ndiqni në rrjetet sociale, e dini tashmë flak fare në Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e gjitha me radhë. Ne do të takojmë sërish në puntatën e radhës deri atëherë. Mirupafshim.